Përshëndetje tanëve, tu pas parasysh se mram ka qarkullu një video dizinformuese nga një ashtushkujtë në zonjë që thotë dhe me që shteti italian të mbulon shpenzimet mjekësore dhe e shtetit, unë pyeta sot avokatin tem edhe i kam shkru tekstualisht kështu. Një shoqe e jemja shqiptare me cittadinanță italiane ka pas një aksident të rënd në Bosnjë e Hercegovinë. Pyetja jeme është, duke qenë ajo qytetare italiane, a ka mundësi që shteti italian të paguajë shpenzimet mjekësore jashtë shtetit edhe në vendet që nuk janë në Europë? Mirëmëngjes tot, gjithçka mirë, faleminderit. Pse shteti thotë duhet mi pagu shpenzimet? Në fundit thotë mundet mi pru në detracione që ja kthen shteti mos i ka bosit e trentën, kush jeton në Itali e din. Do t'i levartiste thot me një konsulatën italiane, sepse i kam përgjigjune, thonë që është qytetare italiane, edhe për sigurit kam pyet ty sepse është avokat. Me kënë qytetare italiane thot, ka tutele por jo mburime shpenzimesh. Duhet me pa çfarë tipit siguracionit ka pas, por dyshoj që shteti i mbulon shpenzimet. Duhet me pyet konsulatën italiane. Kjo është përgjigjja e avokatit. Pyetni edhe jo avokatët para se me fol broçkulla. Faleminderit për me kuptimin.